Një mesazh i papritur mund të ndryshojë gjithçka për 3 shenja. Ndonjëherë universi zgjedh mënyra shumë të papritura për të ndryshuar rrjedhën e një dite. Një telefonat, një mesazh ose një lajm i vogël mund të hapë një drejtim që nuk e kishe imagjinuar më parë. Energjia e kësaj periudhe mund të sjellë momente ku disa shenja të zodiakut marrin një sinjal që i bën të shohin një situatë me sy krejtësisht tjetër. Për disa mund të jetë një mundësi, për të tjerë një e vërtetë që ndryshon mënyrën si e shohin një plan. Universi ndonjëherë flet përmes surprizave. Luani. Një moment gjatë kësaj periudhe mund të bëjë të ndalosh për një çast dhe të kuptosh se diçka po ndryshon në mënyrën si po zhvillohen disa plane të tua. Energjia që të rrethon mund të sjellë një mesazh ose një informacion që vjen pikërisht në momentin kur nuk e pret. Një bisedë ose një telefonat mund të hapë një perspektivë të re për një situatë që deri tani dukej e paqartë. Universi shpesh përdor surprizat për të treguar se disa gjëra po lëvizin drejt një drejtimi tjetër. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh menjëherë, mund të kuptosh se ky mesazh ka një kuptim më të thellë se sa duket në fillim. Një ide që lind nga kjo situatë mund të ndihmojë të shohësh më qartë një mundësi që më parë dukej e largët. Akrepi. Një situatë e papritur mund të sjellë një mesazh që të bën të reflektosh mbi mënyrën si po zhvillohen disa gjëra në jetën tënde. Energjia e kësaj periudhe mund të hapë një moment ku kupton se disa informacione po arrin tek ti në kohën e duhur. Një telefonat, një mesazh ose një bisedë e shkurtër mund të japë një sinjal që një ndryshim është më pranë se sa mendon. Universi ndonjëherë zgjedh momentet më të papritura për të treguar se disa rrugë po hapen. Nëse arrin të analizosh situatën pa nxitim, mund të kuptosh se ky moment ka potencial të ndryshojë mënyrën si e sheh një plan të rëndësishëm. Një detaj i vogël mund të ndihmojë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin në drejtimin e duhur për ty. Peshqit. Një moment i papritur mund të bëjë të ndjesh se universi po përpiqet të dërgojë një sinjal të veçantë. Energjia e kësaj periudhe mund të sjellë një mesazh ose një lajm që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë që të ka bërë të reflektosh kohët e fundit. Një bisedë ose një informacion që arrin papritur mund të japë një këndvështrim të ri për një vendim që po mendon prej kohësh. Universi shpesh përdor momentet e papritura për të treguar se disa gjëra po marrin një drejtim tjetër. Nëse arrin të dëgjosh intuitën dhe të mos reagosh me nxitim, mund të kuptosh se ky mesazh ka një kuptim më të madh se sa duket në fillim. Një mundësi e re mund të fillojë pikërisht nga kjo situatë. Ndonjëherë një mesazh i vetëm mund të ndryshojë mënyrën si shohim një situatë. Universi shpesh dërgon sinjale përmes momenteve që në fillim duken të vogla, por që më pas marrin një kuptim më të thellë. Nëse je një nga këto shenja, është e rëndësishme të dëgjosh me kujdes atë që vjen drejt teje në këtë periudhë. Nëse ndjen se ky mesazh lidhet me ty, shkruaj në komente fjalën mesazh. Mos haro të bësh like, të shpërndash videon dhe të abonohesh në kanal për më shumë mesazhe dhe parashikime nga universi.